Jam e martuar dhe vjera më bën magji, e kam parë dhe e ka pranuar dhe në syrin e djalit, duke thënë që i kam bërë magji nusës që të mbylli gojën se e ka të gjatë. Medellin, Albania. Jetojmë në Shqipëri. Ky është produkt shqiptar bio. Doja të bëj një pyetje, jam e martuar dhe vjera më bën magji. E kam parë dhe e ka pranuar në sy të djalit, duke thënë që i kam bërë magji nuses që ta mbylli gojën se e ka të gjatë. Çudi e madhe. Çfarë qëndrimi thot duhet bëj burri në këtë rast dhe çfarë qëndrimi duhet mbaj unë? Vallai, për Zotin e madh, kjo vetëm nën nuk e ka emrin. Çdo gjë mund ta ketë emrin, kjo krijesa, po vetëm nën nuk është, se një non nuk i bën magji. Fëmijës vet, nusi është si fëmia. Një njeri normal nuk bën magji. E jo më në familje dhe në shtëpi. Për këtë arsye, djali e ka nën, ku ta çoj? Është nën. Ndërsa ti ndaj kësaj krijese nuk ke asnjë lloj obligimi, je e liruar nga të gjitha obligimet. Përgjegjësinë e majun Ahmet Kalaja. S'ke asnjë lloj detyre ndaj kësaj. S'ke asnjë lloj detyrimi ndaj saj, siç kanë përgjithësi, le të themi nuset ndaj vjerrave të tyre në kuptimin e asaj që është tradita jonë, që ne jetojmë dhe kemi të trashëguar. Dhe në këtë rast nuses i lejohet që të dalin vete. Të kërkoj dalin vete, po desh, i lejohet fetarisht mos të jetoj me këtë krijesën. Përveç se nëse ajo tregon ku e ka lënë magjin, pendohet, bën tobe, pra pendohet tek Allahu sinqerisht, prishet magjia, shkatrohet, tregon emrin e magjistarit me të cilin ajo ka bashkëpunuar, prishet magjia, shkatrohet gjithçka, pendohet, fillon namazin, kjo krijesa kalon nga krijesë në njeri, bëhet njeri, dhe nëse bëhet njeri, atëherë, okay, mund të rikthehen raportet. Për ndryshe, Zot na ruaj.